Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë jemi këtu me Irdin dhe me Henrin, do diskutojmë për tregjet financiare, lajmet ekonomike, zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në javën që lan pas edhe java që vjen. Po ashtu kemi pas një javë tepër interesante, sepse ka qenë një parashikim shumë i saktë nga ne Tradecastit, po të vetmi që kemi parashikuar se si do ishte ecuria e tregut. Për këtë mund ndiqni dhe videot që kemi postuar më përpara. Po, ju ftojmë ta ndiqni. Përshëndetje çuna. Përshëndetje Kleo. Po, është e saktë, kemi thënë disa herë që kemi qenë një na po flasim në grupet e vetme shqiptare që kemi folur për këtë rënje që na dhjetori, u bë tani gati 4 muaj, dhe më në fund kanë dalur gjithë rrethanat e skenarit që ne kemi parë, ditë mas dite, dhe me këto tarifat ishte le të themi gozhda fundit të arkivoli i kësaj kreshi që ka pasur plan Amerika dhe administrata e Trumpit. Dhe ne kemi dhënë gjithë analizat tona javë mas javë, edhe jemi munduar dhe në për TikTok edhe në media sociale të tjera që të paktën të informojmë që do ndodhi kjo gjë dhe të muloni veten nga humbja me ndonjë stop loss ose me ndonjë veprim tjetër që ju mund të merrni, një farë hedgji ndoshta të hapni short kundër tregut që kemi bërë ne. Tani që ka ndodhur kjo situatë, du të flasim pak për çfarë ka ndodhur këtë javë në lajmet e vendet kryesore. Pastaj do flasim se si do manovrojmë ne në javën në vazhdim për të kapur mundësinë kur të rikuperohet tregu, mund vi ndoshta mas i jave, mund vi ndoshta mas 6 muajsh, është për të parë situata, po ne këtu te Tradecasti dhe jemi kanali numër 1 për këtë punë, për të kapur animin për lart. Një gjë tjetër që doja të shtoja unë është që me që jemi te kjo pjesa e që kemi parashikuar, ne kemi qenë dhjetor, janar, shkurt, kemi folë për recesion, diçka mund ndodh, duke parë disa analiza që ne i kemi bërë edhe këtu me ju, dhe ne kemi folë për recesion, mund të them përpara se gjitha lajmet flisnin për recesion Amerikë, dhe tani po të shikoni në lajmet, gjitha lajmet ekonomike kanë si temë kryesore recesionin, tarifat e Trump mund të sillen recesion, pyetje për presidentin Trump që a do shkojë Amerika drejt recesionit, edhe këto i kemi parashikuar para 3-4 muajsh, edhe presim me të vërtet një recesion, po ashtu dhe JP Morgan dje kanë dhënë një lajmërim ku 60% ka shanse që Amerika mund të shkojë drejt recesionit. Ishte 38% javën e kaluar, kështu që shtuar procesin do të ishte për recesion. Po thjesht janë pak me vonesa, ata duhet të kenë një analizë. Do të kene një analizi punë e Henrit, që ta parashikoj recesionin 4 muaj, 5 muaj parë. Po, unë parashikova vetëm një fjalë që ka thënë Jerome Powell. Edhe ishte në 18 dhjetor, prandaj shita gjithë altcoins, edhe mund t'i shikoni fjalimin atit, kur folja i te konferenca tha, tani ne po përqendrohemi më shumë te punësimi, mbrojtjen e punësimit. Unë e pash aty, ishte momenti i startit i një gjë që ato po shikojnë para kohë që të ndodhi një problem në tregun e punësimit. Po para asaj kishte 3 vjet, se do të them edhe tani, kishim 3 vjet që ose 2-3 vjet që po qëndroheshin vetëm te normalizimi i inflacionit. Kur ndroi iniciativën, tha tani po mundohemi që të shikojmë edhe punësimin dhe inflacionin njëkohësisht, ta çojmë te 2% pak më ulët. Aty për mua ishte shenja parë që ka një problem të punësimi, që ato po hynë edhe kanë dëshirë që të manovrojnë aty. Iri, që do thojë? Jo, do thoshe që datët e punësimit u verifikuar edhe këtë javë, domethënë, që kishim që të hënën të martën, që doni punësimi kishte rënë, vendet e reja të punës, edhe të premte gjithashtu që kishte rritur papunësia. Kështu që janë 2 faktorë që koekzistojnë me njëra tjetrën, domethënë që tregojnë për një rënje të ekonomisë amerikane. Po, eksakt. Edhe do të këte asetet e pare që kanë rënë në datën 18 dhjetor kanë qenë altcoins, asetet më të rrezikshme, mrena industrisë më të rrezikshme për investitorët. Jo Bitcoini. Bitcoini pati le të themi një rënje normale, support dhe pastaj iku prapë lart në janar. Por altcoins, Ethereum, të tjerë kanë pasur nga 18 dhjetori që kanë dalur nga altcoins, deri tani vetëm rënje.
nuk kam pasur ndonjë rritje serioze. Diçka tjetër që është vërejtë, domethënë që kam parë që edhe kompanitë e postave e retail, domethënë kishin goxha rarje, që tregon për një dobësi ekonomike gjithashtu. Edhe në earnings që kishin që në dhjetor më duket, edhe Eksakt, në stock price që po bita avash, kështu që po ishte FedExi këto. Edhe këto gjëra për ju dëgjues mund të shkoni te videot e dhjetorit mbas asaj eventi që ishte të mërkurën 18 dhjetor dhe shikoni atë javë të shtunën të dielën që ne postojmë podcastin dhe të ikni të shikoni të verifikoni këto gjëra se unë i kam thënë disa herë këto gjëra, pastaj kemi javë pas jave ka dalur skenari. Se ne shikojmë skenën, çfarë skenari mund të krijohet dhe ne pastaj i përputhemi me kohën sepse mund dali diçka pozitive, mund dali diçka negative, pastaj doli DeepSeek që ishte një gjë tjetër, një gosht tjetër në arkivol, edhe avash ka krijuar këto situata që kanë ecur deri këtu ku jemi. Shkurt, që t'i bim pak më shkurt dhe të hyjmë te analizat e lajmeve, jemi munduar t'ju ndihmojmë me parashikimet dhe me mendimet tona për tregjet. Unë jam shumë i kujdesshëm me gjërat që them, sepse janë vetëm gjëra që unë i po dor për veten time. Jam shumë i kujdesshëm. Nuk ju them asnjëherë që blini tani, shisni tani, kur nuk janë gjërat gati. Asnjëherë nuk them një gjë që nuk mendoj unë që është realiteti. Të paktën nga ana ime, se mundohem që të jem sa më personal, dhe çunat këtu janë njësoj që mundohen të japin gjërat sa më të sakta kur flasim këtu dhe me prova dhe me statistika. Tani Irdi, të mulojmë pak lajmet dhe eventet e javës. Tarifat Irdi. Tarifat fillimisht direkt. Flasim pak për popullsinë. Për vendet e punës që ishin më të ulta se shpriteshin. Kjo tregon që Dodge, ekonomia amerikane nuk po krijon vende pune sa duhet për të mbështetur popullsinë, ndoshta edhe kjo është i shkon në narrativës së Trumpit që është larguar industria nga Amerika. Kështu që kjo ishte, nuk është se u prit keq nga marketi, priteshin tarifat, kishte një rritje të vogël atë ditë të martën, duket për hënë të martë, po jo do i lëvizë kushtet disa çaj, 0.6% çka e tillë. Lëvizje shumë vogla, edhe njerëzit thoshin na fushin në Telegram nëse do shikonin. Ja, shikoni, jeni gabim, tarifat priten shumë mirë. Ndërkohë që ne diskutuam edhe te video që e hënë marta mund të ketë një rritje të vogël për të futur sa më shumë retail. Që të bëjnë të mundur, domethënë, likuidimin e institucioneve, edhe tam, domethënë, sa do në tarifat pastaj të gjithë institucionet shipen, edhe retail ngeli që e mbajti në fund pishtarin. Që ka ishte problem. Pastaj kishim tarifat dolën shumë të larta, po të ishte 6 fish për të larta ose 7 fish, se që pristin, sepse pash një statistik, domethënë që Kina kishte vetëm 7% tarifa kundër Amerikës, ndërkohë që Amerika e pori 34%, që po thuhet se 7 fish më të larta. 5 fish më të larta. Kështu që kjo 2.5 fish në krahasim me çfarë prisnin analistët. Po. Me 2.5 fish më shumë se shpresin analistët prisin diku te 10%, diçka e tillë, Dolën mesatarët e 28 diçka del bë. Kështu që kjo ishte goxha problematike. Tjetër ishim edhe pastaj fakti që Kina u kundërpërgjigj, po përgjigjëm, domethënë ditën tjetër 34%. Plus që po krijojnë edhe bota, sikur po krijojnë koalicione me njëra tjetrën për ta majanuar Amerikën, duket në këtë po bashkojnë Kina, Japonia, Korea e Jugut, që janë vende armiqe, s'mund ta them, por që kanë një histori shumë ngarkuar me njëra tjetrën, sepse kanë pushtuar njëra tjetrën vazhdimisht, kështu që kur këto vende bien dakord ka diçka që nuk shkon domethënë. Që është parë shumë problematike domethënë kjo pjesë. Edhe tregu përcolli pastaj të ejtë edhe të prejtë që kishim atë reagjen. Pastaj ishte edhe prejtja që dolën nivelet të papunësisë më larta se ç'priteshin, nga 4.1 në 4.2%. Edhe kjo pastaj shkaktoi atë 6%, 7% të prejtën ulje. Do të thënë kishim diku te 18% ulje këtë javë. Kështu që ja 10% javën tjetër, javën e kaluar, kështu që ka qenë një ulje e madhe. Po hym te ai territori një recesioni, sepse recesioni është 20 deri te 40% që parashikohet. 20 që ne kemi kapur. 20 që ne kemi kapur, dhe prandaj po thonë tani
3 muaj mrapa po thonë JP Morgan që jemi në recesion, kurse unë edhe ne kemi thënë me muaj përpara, por ato janë shumë kujdesshëm ato gjëra që thonë, ne ndoshta jemi pak edhe nuk kemi nevojë që të ruajm se nuk paguhemi nga askush. Edhe themi ato që mendojmë realisht. JP Morgan i ka lemëruar klientët e vet më përpara. Ndoshta që në vjetor që për publikun, ndoshta për klientët e gjerë, po klientët e personalizuar besoj janë lemëruar me kohë që ka shitur që kur erdhi Trumpi që diskutuam që futesh në retail edhe dilte institucione. Ka dhe i shprehje tjetër që ose një mënyrë tjetër që mund ta shikosh. Kur del JP Morgan që thotë që ka recesion, është fundi i recesionit, ka marrë recesioni ose problemin e treg. Edhe do të jemi, prandaj unë dola, momentin që ato thanë atë gjë, merrna një ditë 2 dola në TikTok edhe thash, tani po bëhemi gati që të blejmë. Tani po bëhemi gati të studiojmë situatën dhe gjejmë momentin për bler. Pse? Ato e nxjerrin lajmin në fund fare që të bëhet dhe një shitje tjetër të fundit. Pastaj bëhet ajo shitja fundit, shkon te 30% minus, 40% minus, aty duhet pozicionohemi edhe gjejmë momentin e duhur për të bler. Dhe kjo do jetë gjë që ne do mundohemi të ndajmë këtu te podcasti, por edhe te Telegrami jon për antarët atje që është falas. Për tarifat, të hym pak më shumë detaje, Jerdi, se unë pash statistika që ato kishin marrë mënyrë se si kishin bërë kalkulimin. Mënyrë se si ishte bërë ishte shumë fane, domethënë. Kishte marrë deficitin tregtar që kishin vënë me njëra tjetrën, i kishin përpjestuar. Edhe ajo vlerë ishte tarifa që do paguanin vendet. Definana ekonomike nuk bën shumë sens, sepse çdo vend ka deficite, ka produkte që si ka produkte që i duhen. Kështu që ishte pak e çuditshme se si kishin bërë, kishin se disa teoria, ishte të vërteta që kishin përdorur ChatGPT për ta bërë atë grafikun që dorën. Dhe çka kishte thënë ChatGPT-ja, thjesht e kishin printuar dhe kishin vënë, nuk e kishin studiuar fare, pak a shumë. Sepse kishin qofse pat kishin vende piguinësh që kishin marrë 10% tarifa. Edhe kanë dalë shumë me piguinët që shkrytojnë Trumpin me tarifa. Do them tarifa 10% edhe në Amerikën. Nga që janë vende me popullsi shumë vogël, 100-200 banor ndoshta edhe kishin marrë tarifa 10%. 10%. Edhe nuk më çudit fakti që dikush te zyra e shtëpisë bardh ka hyrë te ChatGPT se tani janë bërë njerëzit shumë dembela për punën që bëjnë. Edhe e ka shtypur, i ka pyetur ChatGPT-n si mund ta bëjmë këtë gjë dhe pastaj i ka dhënë Trumpit, ja, baje 34% për Kinën, baje kështu dhe marrë mohabeti. Nuk më çudit fare në këto kohë që jemi tani që të gjithë përtojnë që të bëjmë punën e vet në mënyrën më profesionale. Gjëja më e frikshme për mua është që Kina mori 34% tarifa kundër Amerikës. Kjo është shumë problematike domethënë, sepse tregon që nëse Kina i dal kundër, mund të dalë kundër Rusia, mund të dalë kundër shumë vende domethënë që ata afërta me Kinën. Presin në Europën, ajo do jetë domethënë edhe një gosht tjetër nëse të bëhet Europa, që do vendosë kundër tarifa. Po fakti që Kina është e gatshme domethënë të shkojë në një luftë ekonomike me Amerikën, tregon shumë domethënë që Kina është goxha ekonomia fuqishme dhe që mund ta përballojë një luftë. Edhe plus se kemi edhe tweetet ato ruse të Trumpit. Që ka domethënë që Kina bëri gabim që bëri këtë gjë kundër nesh, pavarësisht se ata e bën parë domethënë, që i ka dalë kundër edhe Kinës. Po dihet një konflikt është. Kina duhet është një në shtetet më të mëdha që i ka borxh Amerika, borxh shtetor Amerika. Nuk e ka shumë problem. Pastaj Kina është hapur shumë në gjithë globin, në Afrikë me metalet e çmura që përdoren për teknologji, dominon atë industri. Dhe tani ka edhe investime kudo, dhe këtu në Londër është një nga shtetet më të mëdha ose kompanitë atyre janë kompanitë më të mëdha që investojnë në prona, në ndërtimin këtu në Londër dhe në Angli. Unë kur kam ble hyrje në Birmingham,
kishte një ekip që ishte kinez dhe një ekip që ishte anglisht. Kinezët dishin që do investoshin në Birmingham dhe ekipi anglisht, unë po flisja me të dy ekipet, se ca flisin edhe kineshin edhe anglishin. Edhe kjo ka shenjë që kinezët janë shumë të fuqishëm. Këto vete dhe Greqim duket pas krizës, Kina blepi shumë prona në Greqi, nga që kemi njerëzit të arabe, dhe më thënë, si gjithë shqiptare. Edhe më thoshe, dhe më thënë gjithmonë që na i blesh pi shumë kinez, kanë investitor kinez, pa fund, kështu që edhe kjo, dhe më thënë, e kanë si strategjit e tyre. Edhe në Amerikë, madje ka blerë shumë toka bujësore, që është bërë problem, dhe më thënë, edhe i pastaj japin beqerar amerikanëve. Ose dhe bondet. Dhe më thënë Kina është më e fituar nga gjitha anët, sepse blim borxhin Amerikës, merr atë 5% edhe ndërton veten e vet. Po, eksakt. Edhe nuk besoj që do ketë probleme, pastaj kemi edhe shtetet the Middle East. Çfarë shqip Middle East? Lindja mesme. Dhe ato po një gjë kanë bërë në Amerikë këto manovra që kanë blerë asete dhe këtu në shtetet europiane dhe i shfrytëzojnë, marrin qerat, marrin fitimet aty. Në Amerikë duket në Chicago, se pash një statistikë, se po e lidhem pak, po e pipim pak si gjatë këtu, po që këto shtete kanë tani fuqi. Në Chicago, në Dubai, kishe marrë gjithë pagesa që bën për parkimin në qytetin e Chicagos. Merr $100 milion duket dollar për 80 vjet. E ka blerë për $1 bilion. I bi që do marri diku të 1% fitim për 80 vjet. I bi që një shtet tjetër atë vetëm do rriten çmimet e parkimeve në qyteteve. Këto investime, këto kompanitë kanë bërë ose organizatat e shteteve kanë bërë investime në shtetet e tjera për shfrytzuar shtetet europiane dhe shtetet si Amerika dhe Kina tani është një pozicion të fuqishëm, Arabia Saudite, shtetet e tjera si Dubai, Abu Dhabi, këto tjerët. Për Kinën, gjë tjetër që dohet thoja është që kemi dhe tani luftën që të bëhet me AI. Aty do ngeli se si kush do dominoj si ekonomi. Do dominoj... Jo, për AI do thosha që përdet Amerika për bëjë gjithë të luftë, do më thënë, të bëjë teknologjinë e AI në kufit e saj, përdet ka investuar shumë në Taiwan, ose të kërkoj që Taiwani do shtë më përshtonë të ardhme, kërkoj që të gjithë industrinë e mikroqipave të zhvilluar në Amerikë, mos ketë probleme në support line, do më thënë, kur të ndodhin një përtimi të mundshëm ose në një aneksimi në Taiwanit, që që mendohen nga specialistët. Po. Se më futën në luftë direkte me Kinën për ishullin e Taiwanit. Po. Që ta heqin atë si problem, po mundohen që të sjellin industrinë tani në Amerikë. Dhe besoj që e mulum të pjesë që Trumpi, së më mend tani Trumpi po mundohet që me këto tarifat të marri borxh me çmime të lira nga banka qendrore, paguaj shlyj borxhet e shtetit. Sepse po ulën dhe bondi 10 vjeçar. Dhe bondet po ulën intereset. Po është për të parë situata si do na heci. E vetëm gjë që do të thoya këtu është që javën e kaluar thash që vetëm gjë që e shpëtonte tregun është që të dilin diçka pozitive nga Trumpi, atë të bënte industri me industri, jo reciproke. Jo vetëm që ka bërë reciproke ai tarifat, por e ka bërë dhe le të themi jashtë normës, bërë më të larta, atë që tha Irdi që e ka bërë gati 2.5 herë më shumë se sa parashikoshe mesatarja e tarifave që ishte diku te 10%, 11%. Ka dalë mesatarja te 28%. Kjo e bën që tregun ka shfriksuar shumë dhe ka shitur. Tani s'di çfarë them më shumë në gjatë tjetër për shtu këtu të tarifat, Irdi? Të tarifat të thosha me këtë që Amerika, do të thosa me ideja Trumpit është ne ekonomia më e madhe në botë, nëse vëgjit po të kundër, bota është më e madhe se ty. Që ato thjesht mund të trajtojnë me njëra tjetrën, Europa me Kinën, me Kanadan, me Meksikën. Edhe ta na shkalohet Amerika komplet, do të këtë Afrika edhe investitorët.
Edhe fakti që Kina ishte e gatshme domethënë të prishë marrëdhëniet me Amerikën sepse thotë kam pjesën tjetër të botës për të bërë tregti, sepse pash diçka domethënë që diku te 3% e gjithë e ekonomisë kineze shkonte për eksportin në Amerikë. Po. Që ka bërë marrëdhënie me vendet e Azisë, me Rusinë, me Iranin, me Indinë. Kështu që bota është një vend shumë i madh, nuk është vetëm Amerika. Edhe kjo më të duket është frika më e madhe e investitorëve. Dhe si popullsi Azia, India janë popullsi më të madhe dhe janë shtete në zhvillim që tani po konsumojnë më shumë. Diku ishte Amerika dhe Europa që ishin shtetet më zhvilluar me konsum më të madh, me kërkoshin shërbime, produkte. Tani me zhvillimin e Azisë, me zhvillimin e Indisë, me zhvillimin e Afrikës, se shumë shtete afrikane tani janë zhvilluar. Nuk janë më ato shtete që shikoshin përpara 20 vjetëve që s'kishin bukë me hang fëmit, ose s'kishin ujë, akses ujë edhe drita. Janë shtete të zhvilluara dhe shumë thënë edhe mush shoqëria ime që janë nga shtete të tjera, si Azia, si këto afrikanët, dhe është një botë tani që ato shtete është ku është rritja më e madhe dhe interesi më i madh i Kinës se sa Amerika. Amerika është i zhvilluar dhe amerikanët gjithmonë do kenë nevojë për teknologji dhe për ca produkte të kineze. Është për të parë. Edhe pastaj impakti i tarifave, se e thamë edhe javën e kaluar, impakti i tarifave si pozitiv, si negativ do ndjehet mas disa muajsh ose disa vitësh. Që të marrë një mund të kemi ato shenjat e para, janë të mira apo janë të mira tarifat. Po. Që të marrë një kompani si Hyundai ose Toyota të shndrojë gjithë prodhimin ta bëjnë në Amerikë, do vite dhe do investim, do kohë që të ndërtohet fabrika, të punësoj njerëzit, të trajnoj njerëzit, shumë faktorë të tjerë që të bëhet ajo punë. Këto industri që thot Trumpi mund të përfitojnë ndoshta mas 3 vjetësh, mas 2 vjetësh. Edhe kështu që mund të jemi një moment shumë vështirë në treg për një periudhë të gjatë, por është për të parë. Unë mendoj që mund të jetë diku te 6 deri në 9 muaj kjo faza e rënjes ose faza e konsolidimit me probleme, me volatilitet. Por pak para kohë për të folur eksakt, është për të parë se si do na heci. Këto janë të themi parashikime paraprake. Leon, do i gja për shtuktu të tarifat? Këto kanë qenë si të ke thënë edhe ti, nuk pritëshe që të kishte në indikim madh në treg, ashtu ka ndodhur flas për tregun e kripto duke parë Bitcoinin, por analistët e kanë paraprirë që tarifat do të ishin ashtu siç dolën, S&P 500 kemi pas ulje, edhe për mendimin tim është gjë e mirë që ka ndodhur duke lidhur me tregun kjo ulje, sepse do na japi mundësi për të blerë për long, kështu që legët më ndhaja, përqindjet më ndhaja mund t'i fitoni kur jeni long treg. Edhe këtë javë që vjen kemi dhënat e inflacionit, ndoshta kemi një lajm pozitiv që mund ta ngrej deri diku tregun. Mund të futemi edhe një herë brenda asaj zonës mean reversion në S&P 500, të jepte një shtys për lart, ndoshta edhe kriptove një shtys për lart, edhe mund fitojmë diçka aty. Por tarifat që the edhe ti, nuk që tha edhe Jerdi, nuk janë se japin ndikimin tani sot për nesër. Thjesht është një parapërgatitje se si mund të shkojë tregu dhe një parashikim që do ta shikojmë në muajt në vijim. Po. Ky është mendimi im personal, po. Kishim edhe Jerome Powell që tha që ekonomia është akoma mirë. Është do të gjithmonë, nuk është mirë. Kuptojnë vetë që nuk është mirë. Edhe fakti që inflacioni pritet të rritet tash me tarifat. Kështu që është vështirë të dim çfarë do bëhet për normat e interesit. Kemi Trumpi që thotë që duhet të ulë normat, por kemi Jerome Powell nga tjetër që nuk preferon të ulë normat sepse rritet inflacioni jashtëzakonisht shumë, siç rrit kohën e Covidit. Kemi përfituar që ato skenarin e Covidit pranë ku nuk dim çfarë të bëjmë. Do të presim lajmet e tjera për para rritë më të saktë. Deri tash është vështirë. Ashtu të parë kanë se keni hamë pozicione, vendos në stop loss-et tuaja, edhe rrini rehat deri sa tregu. Unë
për Jerome Powell ai vazhdon të thotë një gjëra, por mendimi im tani, skenari që po shikoj unë në menjen time, është që krijohet recesioni si ulje të normave të interesit. Pak që normalizoj recesionin. Pastaj do rrit inflacionin, se do ndjet impakti më mrapa, mas 3 muajsh, mas 6 muajsh te ekonomia për inflacionin, për që tarifat sjellin inflacion. Dhe atëherë i rrit prapaj. Arsye pse ka majtur normat e interesit në këtë zonë të mesme, që mund të manevroj edhe për poshtë dhe për lart, është për këtë faktor që po shikojmë tani, që po pati recesion dhe papunësi i ul, në momentin që stabilizohet pak ekonomia në recesioni, mund të rrit inflacioni, i rrit normat e interesit të balancoj situatën. Këte po dëgjona nga Jerome Powell, pa e thënë që ne po kujdesemi sepse do ketë recesion, pastaj do kujdesim për inflacionin më mrapa. Por është për të parë situata, sepse janë që gjëra që do vinë edhe pak më vonesë. Unë e di si e krahasoj tregtimin, prandaj jemi ndoshta edhe një hap përpara ose disa hap përpara Jerome Powell dhe këto që flasin dhe lajmet. Kur tregton, ti e shikon rrjedhjen e gjakut ditë për ditë mbrenda trupit, ku ikën kapitali. Kur shikon se ku ikën kapitali ditë mas dite, ti mund ta di se ku është problemi ose celullat e bardha të gjakut, ku është problemi, pse ka ikur këtu kapitali dhe jo këtu. Edhe ne në këtë mënyrë mund bëjmë parashikime se shikojmë që shkon nga semiconductors dhe software, na software ndiku tjetër. Dhe e dim ne se pse po ikën aty. Kur të ndjehet në anën ekonomike, të dalin lajmet, është mbas faktit. Ne shikojmë live ditë për ditë duke të shikuar chartet dhe analizat tona që bëjmë për tregjet. Okej, po le me kaq për tarifat, se kemi thënë dhe në Telegram sa gjëra të tjera, po doli diçka e re, do keni Telegrami që shkoni te Telegrami dhe shikoni ditë për ditë aty çfarë mendimesh kemi për situatat e ndryshme ekonomike dhe lajmet. Po, të gjithë ata që duan marrin edhe informacionet e përditësuara çdo ditë, Telegram do gjeni analizat, që mund të shkoni atje dhe të bëni join, edhe po ashtu edhe subscribe në YouTube, se ne hedhim video vazhdimisht. Çdo javë postohet podcast, kështu që keni mundësi të na ndiqni. Plus shumë shpejt do jetë numër 1 në Shqipëri. Apo jemi? Për çfarë? Apo jemi numër 1, më fal. Po do bëjmë këtë kanalin, do mundohemi ta bëjmë edhe më ta zhvillojmë pak më shumë. Prandaj bëni subscribe, po do kone vet çdo gjë, një punë që të bëhet tamam do kone vet. Do një lajm tjetër që mund ta mulojmë kishit, apo vetëm këto ishin inflacioni, tarifat, jo inflacioni, punësimi, tarifat, punësimi. Dhe dikuar një tregu, nuk është se kishte në industri, të gjitha ishte në rregjull. Po. Europa dihet që tani është gati për të reaguar, për të bërë një gjë, po Europa për të treguar shumë i kujdesshëm. Anglia ka thënë që nuk do hyjë në një luftë, sepse do të ruajë. Një gjë që kam vërejtur këtë javë, nga bëjmë filtrimet të stocks çdo ditë. Kam parë që kompanitë angleze kanë qenë të vetmet që mund të tregojnë shenja që mund të ketë trende, se ne gjuajmë trendet gjithmonë. Edhe më ka bërë pak përshtypje kjo pjesë, edhe pse tregu ka qenë rënje, kanë qenë disa kompani angleze. Një kam çuar Henry të hyrë, po i kam thënë nuk investoj në për kompani angleze. Anglia ka shumë probleme të tjera, domethënë çka kam lexuar në lajm, ka shumë probleme ekonomike për momentin, sociale, është bërë shumë problematike, domethënë ti vetë kompania angleze. Po. Nuk ka zhvillim, nuk ka rritje. Po, ka probleme me rritjen ekonomike, diçka e tillë. Po, e di çfarë është ajo, Kleo, është qarkullimi i kapitalit do të shkojë diku. Dhe thënë, kush është ekonomia më e qëndrueshme tani? Ku është shteti që mund të ketë, le të themi, relata më të mira me Amerikën dhe ndoshta nuk ka eksporte dhe importe me Amerikën të zgjeruar. Ide kështu domethënë, pas familjes ndoshta e shohim në grafik, por ekonomia indiane më duket shumë interesante për të parë. Tash pas ekonomisë kineze,
Është ekonomia indiane për të parë në mënyra pa gjatë ose pa presme. Tregu indian Nuk ka shumë lidhje, po nuk është se ka shumë lidhje me Amerikën, bashkë më shumë me Europën, me Azinë. Ka që është me qendër, domethënë edhe nuk është shumë afër Amerikës. Tregu indian është interesant për të tregtuar, por nuk e di a ka atë stabilitetin, sigurinë që kërkoj unë si Amerika që ka rregulla gjëra të tjera. Është një gamble për shumë, por është një treg interesant që është në zhvillim. Po, për tregtuar të aksionet e Indisë. Ndoshta bëjmë një filtrim tjetër gjatë këto javë, Kleo, për këto shtetet në zhvillim, që edhe Brazili është i nënvlerësuar dhe Korea është e nënvlerësuar, si le të themi si indeks edhe si shtet, tregjet edhe aksionet e këtyre shteteve, dhe ke dhe Argentinën, që Argentina tani po krijon po përmirëson gjendjen ekonomike këto muaj. Dhe që ku ka hyrë ai Milei. Ka shtetet që janë në zhvillim dhe mund të ketë një rritje këto vite tani me rënien ndoshta të Amerikës. Dollarit do bëhet sens të thënë, sepse mund të investosh me dollar, shumë që i bie, kur $30 kur stabilizohet ndoshta mos të rritet. Fiton edhe në vlerë kapitale me dollarin, plus edhe nga rritja e aksioneve që mund të ketë këto merger stocks. Merger regions. Unë kam humbur diku te 1%, 1.5% e dollari. Duket me poundin. Se di mirë se e pash te akanti. Se varion ajo se është forex. Por duke marrë dollarin dhe mos i konvertoj te pound, dhe kur të më duan që ti konvertoj kam humbur diku. Aty janë gjëra që pjesë e tregtimit dhe kjo, kur ke nevojë që ti mbash në dollar. Okej, u po mendoj ta lej me kaq për lajmet dhe eventet kryesore të javës kaluar. Javën tjetër e përmendi pak Kleo që kemi shifrat për inflacionin që të dalin në datën 10 prill të njëjtën. Kemi dhe të mërkurën FOMC minutes, që janë minutat, raporti i vendimit të Bankës Qendrore për normën e interesit për muajin e kaluar. Edhe është për të parë ato në detaj se çfarë kanë thënë dhe çfarë parashikojnë, sepse tregu është përgatitur që do ketë një ulje të normës të interesit në qershor, por me këto situata që po ndodhen tani, ndoshta nuk e ka fare uljen dhe mund të ketë ndoshta edhe rritje për të parë. Po pati një rritje, dije që tregu do shkatërrohet komplet sepse del edhe faktori i një ulje që mund të jetë diçka pozitive. Keni shumë kujdes. Java tjera mund të çojë në 4000 S&P, kështu që po ëndër do ishte për mua se unë do akumuloj afat gjatë. Jo vetëm ne diskutuam kur diskutuam të njëjtën që thash, do shpej 5000 të premten. Ajo vajte me vërtet 5000, unë thash ti shaka kështu po. Unë kisha 5100 si zonë, thash nuk shkon më shumë se sa aq. 5100 është normale. Era kjo komplet strukturën. Po. 5400, 5100 kisha i thyer të dyja me 2 ditë. Do të bën një testim te 4500, 4700. Kjo zonë. Suporti fundit e kanë mirë sa që ta ku që të administrata e parë Trumpin duhet. Ka për të kohë që nuk është ato nivele. Po. Por këto lajmet e FOMC të mërkurën që të dalin minutat raporti i Bankës Qendrore për normën e interesit, unë do mundohem ta bëj një live në TikTok dhe një live në YouTube që ti diskutojmë në detaje këto, pse si kanë dalë, kur të dalin, në momentin që të dalin, analizë drejt për drejt me ju. Ka filluar që të bëhet këto live-et me idenë që t'ju ndihmojmë në momentet kur duhet të merrni informacionet jo mbas, si puna podcast që bëjmë analizat mbas dhe pastaj shikojmë edhe në gjë tjetër impaktin e kësaj jave. Mund të ketë pak vonesë. Prandaj na bëni subscribe dhe bëni pjesë të Telegramit që ta dini kohën që unë do dal për të bërë TikTok live ose YouTube live. Tani po mendohet të shikoshim pak, të bëshim analizën teknike. Fillojmë mirë me kriton, me që shumë nga antarët tonë të Telegrami dhe ju besoj si dëgjues e tregtoni më shumë kriton se sa aksionet. Fillojmë mirë me kripton. Ky është charti i Bitcoinit.
Dhe unë kam tregtuar short, se thash jam kaluar me këtu, te kjo zona ku kam hy, pak më ullët, me i fitim shumë të vogël, kam dal në ditën e tarifave, sepse më ka hangur atë stop lossin, por me pak profit. Pastaj kam rihy, po te zona pak më ullët, 85.2 për short. Dhe tani vazhdojmë që ta majmë, e mbi që kam pasur një tregtim deri këtu të parë, një tjetër short që kemi, edhe këto e keni me transparencë totale të ajo, jemi te kjo zona këtu tani që jemi 1.5% plus, ishim deri 4%. Unë aktualisht kam siguru 0.5% profit. Sa akoma pres ndoshta që do ketë një kthim trendi, dhe për shikoni që kam vënë një rreth këtu, në zonë që mund të ketë një kthim trendi, kripto, një rritje momentale, ndoshta deri te 95.000 që do jetë një mirë reversion. Sepse tregu tani është bërë shumë i shitur. Stocks shumë shitur, asetet e tjera të shumë shitur, por një nga asetet që ka qenë i qëndrueshëm këtë periudhë, që po tregon fuqi relative, është Bitcoin dhe kripto, që nuk është shitur më thellë, gjatë kohës që është shitur S&P 500 dhe Nasdaq më thellë. Kjo është arsye pse unë kam vënë këtë rrethin këtu dhe mund t'i shikoni analizat e Telegrami, këtë rrethin e kam vënë po para 2 javësh. Me idenë që do madhe këtë rezistencën, vizën rezistencë këtu, shko për lart rezistencë, ulu, mendoj që do shkonte pak më poshtë, nuk ka shkuar akoma. Supportet 81-shi, teston prap vizën e trendit, rezistencë, shitet, support, tani do shikojmë si do rezistoj këtu te 85.2, zonë që unë kam hyrë për short, paka shumë zonë që unë do dalë që mos u mbas asgjë te kjo lëvizje për short, dhe pastaj shikojmë dhe mundësi për ta tregtuar për long, për të përfitu diku te 10% mendoj unë, deri te 15%. Nuk mendoj që shkon te 120, por është për tu parë. Ne do tregtojmë me animin e tregut, kur të vi. Çka po të them për Bitcoinin, fakti që nuk është në shumë fonde pensionesh ose në kapitalet e institucioneve të mëdha, e bën më të mbrojtur nga këto shitjet e tregut, sepse ato duhet të ruajnë profitin e tyre, edhe që nuk ka Bitcoin, nuk ka çfarë. Po. Për pak më të mbrojtur, por madje është ose di se nuk jam shumë ekspert i Bitcoin, por besoj se do ketë një lag edhe një rregë të Bitcoinit gjithashtu, që nuk ka fuqi blerëse në treg, siç e kemi thënë. Po, unë prandaj kam hyrë short me idenë që po që vin ajo ulja më thellë, një atë lag që thotë një vonesë mbas S&P-s, të paktën jam i pozicionuar short edhe hym, fitojmë diçka deri te zona 75-76. Po që ka gjetur support të 81-shi që po jep shenja këtu që ka gjetur, dalim me para tona me pak profit vogël, 0.5%, 0.2%, dhe pastaj tregtojmë long, marrim rrezikun në anën long. Edhe një gjë që më ka pëlqyer është që kemi një head and shoulders, që është një formim kthim trendi. Edhe gjëra më interesante e kësaj është që shikoj se ku korrespondon viza me pik, qafa e head and shoulders korrespondon perfekte me te vizën e trendit në rënje. Këtu që është kjo viza me pik. Është perfekte formimi për një rritje afat, le të themi afat mesëm. Vetëm po që mangte 81-shin dhe rritjen mbi 85 dhe 87. Kjo do ishte shenja që unë po shikoj tani për të tregtuar këtë. Dhe është një në arsye pse kam thënë online që bëni gati sepse mund të kemi ca rritje tani. Kjo ka qenë formimi që më ka pëlqyer. Është për tu parë, thash jam short i herë, po që nuk ecën shorti, ndal dhe pastaj shkon për lart. Ndonjëherë unë hap pozicione vetëm në të dy krahët. Njëkohësisht. Si tip hedge që kur të marrë animin, do rritë pozicione
që ka paranimin serioz. Por në këtë rast do konvertoj direkt pozicionin në anën e kundërt. Ethereum, ti Kleo kishin diçka për të shtuar te Bitcoini? Jo, dhe unë pëlqen ky akumulimi që ka bërë te ky çmimi dhe ka mbajtur supportin 81, 82 kjo zona këtu. Edhe mendoj që një mean reversion, domethënë një kthim te zona mesatare mund të ishte perfekt. Ndoshta deri te çmimi 90.000, të jetë 95, por ta shikojmë. Po mendoj këtë sepse shikohet kjo zona akumulimit këtu. Ka qenë një zonë supporti përpara, ritestohet kjo, bëhet rezistencë dhe mund vi prap për poshtë ose mund bëhet një akumulim dhe pastaj mund shkojmë për lart. Por është moment perfekt këtu po që zhvillohet kjo thyrja e qafës të Head and Shoulders pattern, kokë dhe dy shpalla. Dhe që perfekt 88. Po të 88, 87 sa dhe ishte me i mirë, po. Është për të parë zona se si dhe na heci. Po kjo është analizë që kam unë për këtë javë. Por Ethereum jemi pak në një pozicion ndryshe, që nuk po të regon aq fuqi relative, po ka mbajtur double bottom këtu, 1 dhe 2. Double bottom, edhe kjo është një shenjë konsolidimi, që i bin ke pasur këtë vizën e trendit, tani mund të kemi diçka tjetër, një formim tjetër që mund të rritet pak, rritet, pastaj bën rritjen. Po që rritet Bitcoini, mendoj që Ethereum mund të bëjë një rritje të një çmim mesatar. Ku është? Ethereum duket më mirë se Bitcoini për të traktuar në këtë moment. Për long po thotë? Po. Duket sikur më stabile. Por si është më fort Bitcoini, duket sikur ka gjetur më shumë support. Po më pëlqen më shumë Head and Shoulders. Sepse ajo koka kur bëhet likuidimi më i thellë i berzë dhe futsa berzë dhe fut edhe të tjetë bëhet më i bukur formimi ose më themi më i mirë nga anën sepse ka futur më shumë tregtar short te ajo koka. Kurse kjo nuk ka futur akoma, por dhe kjo më duket më mirë, madje që do të hiqe. Mendoj që paktën te 2000 shkon prap. Kjo ishte sa të shkrimi, ose është i shdi kështu të sa shkrimi e një 750. Që është për 2000 ndoshta është arritur. Është po thjesht 20%, 10%. Nuk e di a është bullish divergence kjo te një ditori Ethereum. Po është. Po shikoj me sy. Po. Ndoshta mund të jetë bullish divergence edhe mund ta kthej tek mean reversion deri te 2000, 2200 ndoshta çmimin. Po, dhe tani sa vizatova Fibonacci, nuk e përdor shpesh Fibonacci, ndonjëherë përdor, sa për të konfirmuar që kjo zona mund të jetë interesante. 2300, 2100 dhe jetë një zonë 0.236 Fibonacci rikthim, që është një zonë që do ketë rezistencë këtu dhe do rikthehet çmimi te kjo zona. Kjo është për të parë. Po kjo është tregtimi që mendoni që mund vi këtë javë me rritjen ose me riblerjen e S&P 500 dhe tregu në përgjithësi mbas kësaj rënje të thellë. Se s'do i vetëm për poshtë tregu, do të gjejë një farë supporti, bëj një rritje, pastaj mund të shkojë prapë poshtë. Po, për ta që blejnë bottom, që blejnë dipin, mund të jetë mundësi e mirë për të blerë Ethereum. Mendimi im, unë nuk blej dipin asnjëherë. Por mund të jetë interesante, duke parë këto shenja. Kjo këtu, dhe një rënje të 1500. Vazhdo, Kleo? Mund ta marrin riskun këta që blejnë dipin për të rrezikuar për të blerë në këtë zonë. Po. Kjo është zona më e mirë, jo këtu. Se disa kanë blerë këtë dipi këtu të 3000, që janë ndjekur
ka dhe 45%. Dipin aty, dipin poshtë. Dipin tjetër këtu, kam blet 3-4 herë me intenjë që pa akumulohet. I tha i blit dipin, me çata blet dipin e tha se më ngrit nga leja. Fol 10.000. Kam blet dipin e dipit edhe dipin e dipit. Edhe e kisha këtyre të që blet dipet pas njëri tjetrit është që kur arrin në profit, përsi se sa trade janë në plus dhe ca në minutë, fejsin edhe këta lloj tregtarësh domethënë, janë ata që ulin tregun më shumë. Për shembull kur shkojmë në zonën 2300, ata që kanë për cost average të 2300 shesin domethënë, edhe institucionet edhe këto edhe bëhet shumë problematike pastaj. Po që bëhet ky formimi i trendit që që bëhet formimi i trendit ashtu. Po. Se gjithë tani presin 2300 që të shesin ose të paktën të marrin pak profit edhe bëhet problematike. Përta janë të falsot që i kemi diskutuar shumë herë domethënë, si që të 3.000 ishit edhe ka vetur të 1.700 tash, që i thonë 50% më parë. Po Ethereum, se di, mu pëlqen edhe Ethereum pëlqen formimi, po pak si herët për mu. Unë aktualisht, që ta dini, jam short. Nga 1990 jam short e nga zona këtu. Kam vërë një stop loss këtu të 1930 për siguruar 2%. Mund të vej një stop loss pak më ullët që të siguroj diku të 3-4%. Po janë thjesht sa përqen në treg dhe ndoshta me ide që po shkoj të 1500 të siguroj ndonjë përfit të 10% o 15% në këtë valë në rënje. Paraja që të fitohet tu dhe jetë për long, për rimarja e strukturave dhe rritjen që ne po flasim tani, dhe atë po studiojmë me kujdes. Unë kam tregtu TRX, se ndonjëherë unë bëj blerje kështu fillestare, të testoj tregun, a do ketë ndonjë lëvizje. TRX i ka bërë një konsolidim për kohë të gjatë, dhe mu më ka pëlqy kjo thyrja këtu, ndoshta pak herët, vrulli nuk është akoma aty, më duk si u do hynte vrulli, ka qenë thjesht si tip falso, por më ka pëlqy risk rewardi këtu, që kam 1.4, edhe thash po rrezikoj një shumë përqindje të vogël të kapitalit tim si tip test buy. Bëj këto test buy që të filloj që të akumuloj ose të ndërtoj një portfolio për long. Ideja këtu ka qenë njëjta gjë me Bitcoinin, që duke treguar fuqi relative në një rënje të tregut të përgjithshëm, kripto që ka qenë i qëndrueshëm dhe me jo rënje të thella, kur S&P 500 bin 5% dhe shikon Bitcoinin që ka shritur 0.5%, është fuqi relative, kjo është ajo ideja. Dhe duke parë këtë, thash ndoshta disa kripto, TRX, me ca të tjera mund të jenë për lart dhe janë pozicionuar pak fare te kjo për long, por njëkohësisht po maj shortin e Ethereum dhe shortin e Bitcoinit. Nuk është që unë traktova long te TRX dhe i shita gjitha dhe tani jam vetëm long. Jo, traktoj të dyja krahas derisa të marr janim tregu serioz dhe jam 90% long. Tani jam diku te 70% short ideja dhe me kapital vogël te TRX si tip testimi. Kjo është analiza e kriptos për mendim për këtë javë. Unë s'kam ndonjë gjë tjetër për të thënë këtu. Kleo, ke ndonjë gjë tjetër për shtu këtu? Po, nuk është se kam një gjë për të shtuar, thjesht dua që mendimi im që të vi kjo rritja e Bitcoin deri në një zonë mean reversion ose Ethereum, duke parë dhe Bearish Divergence. Inshallah po i jep një shtys të altcoins për grupin e Telegramit, mi që janë shumë përfshirë në për këto. Normalisht, si është shqiptar që ka investuar në për kripto, por prap nuk do arrin ato çmimet që kam pasur, në kam thënë edhe herë tjera, mund të jetë një lëvizje trendi 10-20%, në për alt mund të shkoj 30-40%, po. Kjo. Po, edhe këtu unë ku shikoj TRX-i, nuk po them që do shkoj all time highs, që ka shku në 45 cent, dhe po shkoj aty unë marr diku te 87%.
po jam realist dhe them dhe shkoj këtu. Dhe shkoj te 30 cent dhe dhe marr 39%. Gjithmonë do të jesh realist. Se po da tregu pak më shumë, je okay. Po paktën kur bën llogarit do t'i bësh me një llogari worst case scenario. Skenari më i keq që mund të ndodhi në këtë lloj formimi ose në këtë tregtim që ti po bën, dhe skenari mesatar le themi. Që më i keqi është që do të hahet stop loss do dihesh. Ajo që ti shikon si mesatar është që paktën do shkojë 30% plus. 1.4 për rrezikon $1 për fitu $4. Okej, po le me kaq për kripton. Besoj që Irdi do blej Ethereum me atë që dëgjova këtu sot. Direkt pas vitit të ri. All in te Ethereum për Irdin, era parë që do blej një kripto. Do të një herë tjetër, për të shkojt $500 Ethereum, atëherë do të Po shkojt $1 ti ta blesh, të thosh, tani u bëj lirë. Tani është i vlerësom aty ku do të jetë i vlerësom. Tani u bëj lirë, ku të jetë $500. Veshë përdoret pak shumë si Visa, nëse kam kuptuar. Si tip karte, si tip kanali domethënë për transferuar kripto, kështu. Po. Do ta ka një vlerë. Po. Okej, e bëm të analizë. Edhe diçka tjetër, fakti që është më vlerësuar se Nvidia, ka diçka që u shkon domethënë. Exact, është pak. Okej. Këtu dhe shikoni grafikën e S&P 500. Unë kisha një shpresë këtu në mars që ndoshta ishte një bottom të RSI-a dhe do blieshe. U ble pak, bëri këtë mirë reversion dhe kemi parë këtë rënjën e thellë që kemi diskutuar gjatë javës te Telegrami. Pak shumë ditë për ditë. Arsyet, tarifa ka qenë datën 2. Dhe shikoni po para tarifës, ajo që kemi diskutuar ne këtu javën e kaluar që do ketë një rritje 3 ditë. 1, 2, 3 ditë dhe pastaj ndolën tarifat më të këqija se sa priteshin. Mesatarja 28%, jo 10%, dhe pastaj një rënje të thellë dhe Kina në të premten nxori tarifat e veta kundër Amerikës dhe kjo ka bërë që të shitet më shumë. Por këto zonat e RSI-s janë zona tani shumë të shitura, që zakonisht blihen. Kjo rënje që ka ndodhur këtu është një nga rënjet më të thella dhe më të shpejta që ka ndodhur në tregjet financiare. Ishte kjo e herë dhe kjo ishte edhe më keq. Këto rënje janë të detyruara me logjikën e tregut që të paktën të shkojnë prapë te mesatarja. Këtë do mundohem të tregtoj unë me disa aseta dhe pastaj ndoshta shkojmë për lart ose shkojmë prapë për poshtë. Është për të parë situata, por këtë lëvizje nga kjo zona këtu ose pak edhe më thellë është i detyruar tregu që të rikuperohet për një fazë të një çmimi mesatar që mund të jetë 5300 tani. Të treguar duhet është detyruar të rikuperohet nga që kompanitë më dha përdorin në hedge, kështu që duhet mbyllen disa pozicione dhe të blejnë ato çmime të larta, kështu që duhet ta çojnë aksion nga ato çmime. Për shembull, nëse kanë bërë hedge të 600, do ta blejnë call-in e tyre të $600 që edhe kjo do të thonë sjell atë rritjen. Kjo është fiktive për momentin, por që duhet të dalën ato stop loss-et e veta. Po. Faleminderit Jeri për shpjegime, se unë ndonjëherë i bi shkurt. Edhe nuk Jo, shpjegoj për ta shpjeguar njerëzve pse themi këtë gjë, domethënë se ndoshta më dësh që po themi po bëjmë fallxhori duke thënë këtë gjë, po janë gjëra të tregut, domethënë, pasi po është logjika e tregut të çon që me vendimin që do marrin lojtarët e tjerë në treg, investitorët e tjerë, po thoj që është logjika e tregut që se si veprojnë lojtarët e tjerë, si tregtojnë investitorët e tjerë që e çon çmimin te zonat dhe ne këtë gjë mundohemi që të parashikojmë se çfarë mendojnë ato, çfarë veprimesh do marrin ato dhe ku do janë zonat që ato do shikojnë që të blejnë, të shesin. Edhe kështu jemi le të themi atë që tha Iri që ndoshta bëjmë rolin e fallxhorit, por
realisht është thjesht logjika tregut edhe ku ke pak eksperiencë dhe merresh me këtë punë ditë për ditë, të çon që të parashikosh sa më sakt. Nuk jemi 100% të sakt, po 60-70% jemi besoj që jemi. Kemi dhe Nasdaqun, e njëjta gjë edhe me këtë. Kjo ka gjetur zonën 7400 që këtu du ta marrim me patjetër për mendimin tim. Kemi edhe më poshtë një zonë tjetër që është 16900 që është me interes, që mund të ketë një support. Dhe kjo ka qenë dhe një zonë që ka pasur më përpara support dhe rezistencë, kjo zona. Rezistencë, support, dhe ndoshta të gjenë një support final këtu. Por RSI-ja kur ulet kaq shumë, dihet që duhet të bëj një kthim, se është shumë i shitur tregu dhe duhet të rritet pak. VIX ka pasur një rritje të jashtëzakonshme. Unë aktualisht u friksova për një sesion si fillim në gusht. Këtu, besoj Irdi ti e marr mend, Leo e marr mend që kemi folur këtu për recesionin ose frikën e recesionit. Dhe pastaj i dyti ishte 18 dhjetori. Këtu ka qenë një tjetër dhe tani është kjo rritje. Por kjo është një rritje që është rritje e VIX-it më e qëndrueshme po ta vesh re. Qoftë gush ka qenë një flash që iku deri te 70 e pastaj u ul prapë. Të herë ka qenë stabil, ka shtritur ditë për ditë me 20%, 20%. Po. Edhe kjo tregon një frikë të qëndrueshme në treg. Se kjo kap frikën dhe greed në treg. Këtu do shikosh që kjo u shit dhe pastaj është bler direkt se ka rënë VIX-i. Blihet direkt tregu. Këtu, ku ka këto wicks, ku ka këto, le të themi, ulje direkt të VIX-it. Dhe këtu mas i ditet direkt. Dhe këtu mas disa valë të vogla është bler që ka qenë ajo blerja para disa javësh dhe tani vetëm vazhdo për poshtë. Tregu dhe rritet volatiliteti, paqëndrueshmëria në treg, frika edhe është për të parë, por këto zonat të larta zakonisht janë zona që blihet tregu, prandaj lidhet pak me atë ide që ku ka frikë më të madhe në treg, është momenti më i dur për të bler të paktën afat shkurtër. Pastaj që ka shisi VIX-in, sepse VIX-i gjithmonë do ulet. Është të tredi sigurt për këtë. Po, eksakt. Dhe kjo është situata dhe me VIX-in. Kaq po mulej me tregjet amerikane, tani do të flisë pak për tregjet e tjera, me që Kleon përmendi pak Anglin dhe tregjet europiane. Flasim mirë për Kinën. Çfarë bën tregu kinez? Tregu kinez po konsolidohet tu. Pati këtë rritje, është ulur të zona 0.38 Fibonacci, po konsolidohet. Ndoshta do pak më shumë kohë dhe nuk i dimi fare të tarifat, tregohet edhe në stocks kinez. Po, tregohet edhe te aksionet. Po. Ndoshta dhe tregu kinez ulet pak më thellë, te 0.5 Fibonacci dhe pastaj shkon më lart, është për të parë, por kjo është zona që po gjen pak support tu dhe mund të shkon për lart. Kemi tregun francez që një shitje ekstreme këtu. Edhe dalja jonë te ACA-ja që unë dole për pare i jave, shpresoj që të ke qenë sakt, sepse besoj që edhe kjo është ullur. Unë kam dalë këtu, te 16.9, me raport 1/12, 25% profit, dhe pasaj një shitje të lartë të aksionet franceze që kisha unë. Se unë i shita për para një jave, duke gjitha aksionet. Pra të përthy se ka bërë ka humbur të gjithë rriti që kishte. Po, exakt. Prandaj duhet të shesësh edhe dalësh edhe vetëm baja të hold. Po, kjo është arsye pse ne marrim profitin. Nuk e marrim për gjithmonë, ose vëm stop loss, vëm mbulojmë veten.
Se ideja tani mund të bleni, për shembull, nëse blen 10 aksione dhe u rritet të 12 aksione, tash mund të blesh 12 aksione me çmimën e 10 aksione. Për kur të rritet prapë, fiton kish. Eksakt. Tani është për të parë se unë du konsolidim këtu. Se kjo do ketë me probleme dhe Europa. Se kemi diskutuar, do shumë kohë tregu të konsolidohet. Gjermani, gjithashtu ne diskutuam disa herë Gjermani, që më duket pak si shumë i blerë të këto zona. Se unë mund më pëlqente, po vazhdoni të bliheshe shumë. Edhe s'po më pëlqente fakti që vazhdoni kjo euforia në një situatë të vështirë geopolitike, paktën për tarifat. Dhe pasaj rënje të thellë këtu. Kemi japonezin dhe japonezin në rënje, dhe ajo që unë doja të shikoja ishte koreani. Dhe koreani një shitje që është okay, sepse kjo shitja paka shumë aty ku ka qenë në 18 dhjetor. Shikosh diçka interesante me koreanin dhe me japonezin. Te viksi pam ato kulmet, ishte gushti, 5 gushti, ishte 18 dhjetori, ishte këtu, këtu, 18 dhjetori këtu, që ka rënë tregu, dhe tani 2-3 prilli, rënjët. Edhe paka shumë besoj gjithë tregjet ka rënë ato faza, por kjo është konsoliduar me në këto zona. Ka po të një zonë, 2400. Australiani, dhe Australiani një rënje shumë të thellë, sepse Australiani varet shumë nga eksporti i metaleve të çmura dhe commodities që po doren edhe metale në përgjithësi që po doren për industri. Dhe besoj që do ta ndiejë shumë Australia tarifat. Edhe këto në rënje. Por kam thënë te TikToku, pa them për përsëris këtu, kjo është mundësia më e mirë për të pasuruar dhe për gjithë mundësi më të mira në treg për të akumuluar, për të bler, por jo tani. Ne e lejmë tregun të konsolidohet, të gjejmë momentin e duhur dhe për të kapur valën për lart. Tani do keni mundësi që vinë një herë çdo 3 deri në 5 vjet. Kur shitet kaq shumë tregu, këto janë mundësi të arta për të gjetur momentin e duhur dhe për të hyrë në treg dhe të përfitoni. Këto janë dipe që duhet bleni. Jo dipin këtu. Bleni dipet këtu, në fund fare, kur rënohet tregu komplet. Tjetër, ka që kam për tregjet këto indekset globale. Kemi dhe Dow Jones që është shitur shumë. Këtu që merret më shumë me industrit. Tani do të muloja dollarin, naftën, floririn dhe caset e tjera që ta mulojmë dhe aspektin e forexit dhe mallat kryesor. Flasim pak për dollarin. Dollari ka bërë po një manovër që ka bërë gjithë tregu, por datën 4 ka pasur një rritje. Ka qenë kundër tregut. Dollari tani po rritet në këto momente. Dhe ndoshta kemi një rritje që mund të shkojë deri te kjo zona e 104 këtu. Ishte mirë, shkonte deri këtu dhe pastaj shikoshim se si do heci. Po kjo rritja vjen nga shumë shit që është shitur shumë te RSI-a, këto momente të tjera dhe besoj që do shkoj këtu te zona 104. Duhet keni kujdes kur tregtoni forexin, euro-dollarin, shikoni me kujdes se është një zonë volatile. Dhe traders që po shikoj unë online dhe të tjerë që njoh që tregtojnë forexin, ka pasur shumë vështirësi në këtë situatë tregtare, sidomos me dollarin, sepse nuk shikojnë anën ekonomike, që vetëm anën teknike, që aty mund të manipulohet çmimi. Por kam që do jetë që dieta është mënyrë e mirë për të bërë short. Po. Po përse u bë.
Vjedha ne kemi parashikuar që të bëhet short. Po. Kemi qenë këtu, kemi diskutuar, këtu është momenti i dur dhe këtu është momenti i dur dhe pastaj çfarë bëhet. Në qoftë se do kishte dëgjuar do ja dalim duke të bëmë si bisedë deri, do kishte bërë good job profit deri. Sa përqind ka lëvizur? Good job, duket. Ka lëvizur, varet ku shikon ku do hyje, po kapin vetëm të zonën e mezit. Mos kapin gjithën, 5%, po 5% me 30x që tregtojnë ose me 100x që tregtojnë tregtarët e Forexit, ke bërë 400%. $10,000 ke bërë $40,000. Ka. Plus. Edhe kjo është ajo, po mund të merret edhe më shumë, se ndoshta e kapi edhe këtu lart. Ta kapi që 110 që e kemi kapë ne është 8%. Me 10x 70%, me 100x 700%. Por problemi me tregtarët e Forexit nuk du të ofendoj asnjërin, por problemi me tregtarët e Forexit është që luajnë afat shkurtër shumë. Luajnë afat shkurtër shumë, tregtojnë afat shkurtër shumë, sepse mendojnë do fitojnë më shumë pare afat shkurtër. Me cicmicet, herë poshtë, herë lart, herë poshtë, herë lart, je bizhozgji. Vetë më shumë se fiton. Do mbaset më shumë, do japë më shumë komisione më shumë, edhe përqindje. Kuse ka panimin të mirë, do kishe kapur dollarin deri këtu deri tek kjo zona këtu, ose me val, 2-3 val të ndryshme, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, pastaj tregto short nga këtu deri këtu, edhe këta mund ta kishe bërë me 2-3 val, kishe bërë 7% për lart, 5% për poshtë. Me 10x ke bërë 100% në vit. Jo 100% në vit, ke bërë që në tetori 100% në Forex, me 10x. Por secili e di vetë se si tregton, më unë thjesht po them atë për Forex që ta dini. Tani dollari do shkojë te 104, 105 për mendimin tim, shizon për të parë, sepse është shitur shumë. Kemi naftën. Këtu unë kapa një trade që ishte Oxy. Dhe kjo është një nga faktorët pse unë përdor stop loss e fikse, nuk e ndryshoj stop loss e nuk e maj të hapur. Isha mirë, po mese mirë tregtimi, thash po shkon për lart sepse ndoshta dalin paksi pozitive për Amerikën dhe pastaj shkonte ndoshta deri te kjo zona këtu 75 nafta US oil dhe fitoshim diçka te Oxy që tregtova unë Oxy. Ushit në një mënyrë ekstreme dhe kjo këtu që i bin 5% një ditë, 6% një ditë, 6,5 çdo ditë. Oxy, se këte kam darë të Telegrami, keni aty, keni dhe screenshotet kur unë kam thënë që do vej stop loss aty. Edhe unë kishte tregtu këtu për long, filloi që tese, mi thash ok, ndoshta po konsolido dhe pastaj bëj një shpërthim paktën tek zona 52, 53. Edhe marrim diku te 8%, 1.3. Stop lossin këtu te 48. U likuiduar datën 2 dola. Thash ok, nuk është problem, pastaj kur shikoj këto 2 këto ditë të tjera që ka qenë në rënje, kam bërë gjë më dur. Prandaj do punoni me stop loss, jo të mendoni që do kthehet tregu, shkese vetëm 10% është 20% minus, do kthehet. Ajo nga 10-20%, minusi im këtu ishte 3%, kam rrezikuar diku te 0.5% akauntit tim, se ishte momenti vështirë për tregtuar dhe nuk rrezikoj shumë. Kam humur 0.5% të akauntit tim, portfolës tim. Dhe ka shku 20% minus. Këtu unë do humbja diku te 6% të portfolës tim vetëm me një lëvizje tisha ta maja këtë long. Kjo është si du të veproni me stop loss, pa tjetër. Gazi natural dhe kjo në shitje, paka shumë çdo gjë në shitje, çdo aset.
gazi natyral në shqitje. Tani flasim për Floririn, që unë mendoj që do shkoj për poshtë tani, fillon një val. Dhe po më pyesin disa ku do shkoj Floririn, i thash do shkoj prapë për poshtë, një zonë mesatare, edhe arsye kryesore ka qenë kjo bearish divergence. RSI-ja nuk ka bërë një higher high këtu, por çfarë ka bërë një higher high, tregon që fuqia relative ose fuqia më e madhe blerëse ka qenë kjo vala parë. Vala dytë ka qenë për lart çmimi, por fuqia blerëse nuk e ka mundur këtë fuqinë që ka qenë këtu. Kur nuk e mund, fillojmë që të kemi dyshime që do kthehet trendi për poshtë dhe u kthy këtu. Dhe tani mund të konsolidohet ose mund të kthehet prapë të një çmim mesatar. Kemi dhe zonën e Fibonacci-t që mund ta kapim. Kemi kapur eksakte zonën 0.23, mund të kapim 0.38 dhe 0.5. 0.5 do ishte më ideale, por dhe 0.8 dhe këto dy tjerët janë okay. Sepse një aset si Flori mund të ketë rritje po pati një recesion për të parë. Bondi 10 vjeçar edhe kjo në ulje, por është thithur direkt të poshtë, si dollari që pati atë rritje në datën 4, dhe bondi 10 vjeçar një rritje, se është bërë shumë i shitur këtu edhe një rritje. Do një tjetër, s'ka asnjë gjë tjetër. Iri, ke ndonjë mendim tjetër në jase tjetër që do të shikosh? Jo, përse ka do një ide, nuk është siç e ishim shikuar që do kishte ulje tregu, e tash kemi sa bie 4 javë, 5 javë që jemi kesh, e di ka qenë trade i fundit që bëra. Që bëlla me profit atë option, edhe vidja për short, të javën e kaluar, po se kam pasur bërë një ide tjetër. Po, edhe unë kam qenë në cash, kam tentuar të tregtoja valen që u rikuperu pak tregu dhe aty kam humur pak nga profiti që kisha akumuluar në fillim të vitit. Dhe Oxin që tregtova, më duke mirë, thash po e tregtoj dhe Oxin. Dhe aty që humë diçka të vogël, po rrezikoj shumë pak në këto momente se nuk është tregu mirë. Pastaj për këtë javë, kjo javë është tani një kthim të një mean reversion, një çmim mesatar, mendoj ona. Okej, mund kemi ndonjë ulje më thellë, ndoshta të hanën të martën, varet se si do dalin tarifat e tjera të Europës, është për të parë situata. Por duke pasur këtë ulje kaq të thellë, kaq të shpejt, është të rumë tregu që të rritet pak. Edhe mund shkoj S&P 500 e 5300, Ethereum diku te 2000, 2100, Bitcoini ndoshta diku te 90.000, 92.000, 94.000 varet. Çfarë euforie mund të aty për blerje. Unë mendoj ta mbyllim me kaq. Për gjithë ata që duan të ndjekin, bën pjesë e Telegramit, subscribe YouTube, siç e tham edhe çfarë, do kemi mundësi të merrni lajmet më të rëndësishme, momentet më të mira për të hyrë në treg dhe për dalë nga tregu. Telegram ne diskutojmë çdo ditë, kemi analizat, S&P 500, Bitcoin, Ethereum, edhe të goldit, dollarit, kështu që mund të merrni lajme që me të vërtetë ju hyn punë dhe ju nevojiten për tregtimin. Do të thoshta mos blini nëse fillon pagëritja e hera marta, siç po e diskutojmë këtu. Mos investoni gjithë kapitalin tuaj që ky ishte fundi, sepse botëm nuk e dihet asnjëherë, prisni konsolidimin edhe ta lishni. Diskutuar për para ku mund ta dielë tregun. Po, du të bëni ca blerje kështu testime. Fola pak për TRX-in që unë bëra testim aty për një long në kripto. Mund bëjmë ca testime, ca blerje kështu afat shkurtër më shumë, që testojmë se a do thyj strukturat tregu dhe pastaj fillon që të akumulosh më shumë dhe do kesh mundësitë e tjera. Mos hyni me që do rikuperohet. Të javë, vendimin tim ndoshta shumë short term options të parë si dalaj tregu. Po jo ndonjë ndoshta 1%, 2% portofolit më shumë. Po. Okej, për mbyllim me kaq, shumë faleminderit. Ju ftoj që të bëni pjesë
Tradecastit dhe Telegramit ton. Linkët i keni gjithë linqet i keni më poshtë te përshkrimi i kësaj videos.